Jam me Agron Gjekmarkaj në Politikon në Politiko Pikal. Agron ka qenë mirë se erdhe. Mirë që gjeta, knajsi, është një studio originale dhe veçantë. Faleminderit. Më kujtohet një shkrimi disa verave të shkuara, a e keni pa Yumi Hanën, që ishte një parodie verës shqiptare, po jo vetëm verës Sistine Plazhi, po dhe verës politike. A e ke pa dhe këtë verë Mihanën, është gjetë Mihania, duke lidhur pak edhe me këtë rrëmujën politike të tashmë të zgjedhjeve të shpallura nga presidenti, por edhe me kalkulimet për kodin e ri zgjedhor. Domethënë, cila është Mihania politike pa gjetur e kësaj vere për Agron Gjekmarkën? Së pari duhet të konfirmoj që Mihania është aty në çdo plazh Shqipërisë, nga viti në vit nuk ndryshon. O Maria Faqi Gurabia, o Mihania, o një tjetër pluhri, mizat, edhe një lloj akraballeku aziatik që nuk na shitet e gjejmë kudo, domethënë një lloj rrëmuje, sidomos në verë, se pastaj nga shtatori Shqipëria sikur humanizohet dhe bëhet më e qetë. Ndërsa për sa i përket politikës, ajo po shfaqet sa rrëmujshme është edhe interesante, se duke qenë rrëmujshme provon për ditë një ngjarje, madje më shumë se sa një ngjarje brenda ditës, nga njëherë provon dhe 2-3. Edhe ngjarja e fundit ishte ajo e djeshmja, që ishte një mesazh i cili u tha që është shpërndar nga presidenti i Republikës. Kujt i drejtohej sipas jush? Tani ai mesazh drejtohet të gjithëve, ai është një mesazh që ka lindur të jetojnë në lembo, as në ferr, as në parajs, të jetë pa nënë dhe baci, i pa mohuar dhe i pa atakuar në njëjtën kohë. Që të qartësojmë, bëhet fjalë për një lajm të Ora News, një deklaratë të presidentit Meta që me 26 prill ai mund të jetë zëvendës kryeministër, ministri i brendshëm ose kryeministër. Po, dhe caktonte linte disa amanete për presidencën, ku mund të ishte president Berisha, Basha, Mejdani, pra duhej lexuar me kujdes. Ishte një thashëthem i cili ishte shpërndar me dashje për një efekt të caktuar politik. Dhe mu duk si gjetje bizarre në plan të parë, sikur i shkon për shtat të llovis, dhe mu duk Mihania e ditës, të llovis politike. Pse bën presidentin? Presidenti në këtë rast nuk sillet si president, sillet si lojtar politik, dhe është e vetë kuptueshme që ai do të karikojë LSI-n. Atë që arrin ai tek militantët dhe tek njerëzit nga eksperienca 30 vjeçare që ka, sigurisht aty impakt nuk e ka zonja Kryemalli apo zoti Tit Vasili apo të tjerë eksponent me emër apo pa emër që ka sot LSI-ja. Edhe do t'ju hellë atyre një kauzë për luftuar që rreth kësaj kauze të kompaksohen ata që janë, të shumohen ata që nuk janë, dhe të rrisë numrat e vetë dhe kredencialit në tavolinat politike pas datës 25 qershor. Në lojën e vogël, nëse kemi parasysh një lojë e madhe që është referendumi 25 prillit për të mundur Edi Ramën nga opozita, dhe në lojën e vogël partijake, nuk më duket se është një gjetje e keqe, paçka se duket sikur e godet pak në brinj aleatin e vetë të madh që është Partia Demokratike ose Lulzim Basha. Edhe nëse vut re dje, do të thoja me inteligjencë, Partia Demokratike e serviri atë si një mesazh të Ramës. Pra, ishte një mesazh jo i koduar, gati drejt për drejt që ata i përgjigjeshin Metës, pa i thënë që i ke bërë ti që kjo është vepër Ramës, por nëse sillesh në këtë mënyrë, në planin afatgjat, është një shërbim, ky diversion mund të çojë në favore për kryeministrin aktual. Duke u kthyer tek loja e vogël, Ilir Meta nuk ka çfarë të ofrojë, do të ofrojë diçka. Do të ofrojë një post të rëndësishëm politik, ku nesër do ketë mundësi të mbrojë njerëz dhe të tërheqin tresa pas vetes.
Dhe këto poste i ka figura kryeministrit, ministri Brendshëm, presidenti kryeministrit, me duket normale. Nga ana tjetër, ai është një politikan i vjetër i sprovuar, i cili njeh humoret elektorale të vendit dhe ndoshta të vënë gjenja alarmi edhe aleatin e vetë të madh Partinë Demokratike për të qenë më luftarake, ndoshta me hapjen e stinës politike tani në shtator ndaj kryeministrit Edi Rama. Por nëse kjo pastaj është përtej këtij qëllimi, si gjetje, që synon të veles ri në pozita pragmatizmi, që si ka munguar në vite, që ne mund të bëjmë aleancë si me njërën, si me tjetën, në duke varësi të patur numra, duke konjunkturës. marrë disa numra më shumë që unë mund të kërkoj kryeministrin, mund të bëj një pazar me Edi Ramën, ose mund të kushzoj Partinë Demokratike. Pastaj kjo e dëmton kauzën e opozitës gjithmonë, dhe çon ujë natyrshëm tek mulliri që bluan shpresa për të marrë mandatin e tretë, që është kryeministri aktual Edi Rama. Kuptohet i Irmetës i shkojnë për 7 diversionet, i ka bërë herë pas here, dhe ka bërë lëvizje të papritura sigurisht, siç ka qenë në vitin 2009, kur premtoi që do nxirrte në pension Sali Berishën, por pas disa ditësh u ofrua me 4 deputetë të tillë bën koalicionin e integrimit. Ndoshta këto zëra do shuheshin vetëm nëse komponent të opozitës, Partia Demokratike, si lokomotivë kryesore, BSI si e dytë dhe të tjerat, pavarësisht se si do dalin në zgjedhje, do dalin me koalicione veç e veç, si do t'ja imponoj kodi, sepse duket ende e paqartë, apo do dalin në një formë tjetër, a mund të vendosin për një listë përbashkë, por nëse nuk vendosin për një listë përbashkë, të paktën ato kanë detyrimin të nënshkruajnë një deklaratë bashkëqeverisje për të ruajtur kohezionin e madh të atij elektorati që shpreson tek rotacioni. Ju thoni para një deklaratë qeverise Bashkëqeverisje para zgjedhjeve? Shumë shpejt, që duhet bëhet në shtator, duhet bëhet në tetor, nuk duhet bëhet që tani. Sepse Pra një koalicion e lejon ose se lejon kodi zgjedhor, po themi një. Por një deklaratë bashkëqeverisje nuk e pengon askush. Do të thënë përballë elektoratit në mënyrë që të jetë qartë pozita, kush është pozita, kush është opozita. Do të thënë në mënyrë që mos të ketë lojra pallati me vonë. Kush duhet ta kërkojë këtë, mendon? Mendoj E kërkon Basha që Meta ose kryemalli, sepse zoti Meta është president, Po. dhe institucionalisht nuk mund të bëhet kjo kërkesë. Ja kërkon Basha zonës kryemalli që të jenë të kyçura, po themi, vullnetet paraelektorale, apo çfarë? Apo ja kërkon aleati i vogël aleatit të madh? Shiko Alfred, ka disa muaj që duket sikur ka një perceptim mbi frymen, duket sikur po krijohet një lëkundje rreth shpresave të Edi Ramës për patur një mandat tretë, dhe duket sikur fryn një puhiz, një erë e lehtë në favor të opozitës. Ndoshta diku para shemjes të teatrit kombëtar, i cili kulmon me atë kriza ekonomike që ka psuar e lidhur ngushtë me pandeminë, shumë faktorë të tjerë, sepse janë gjitha ngjarje që mënyra si qeveriset, perceptimi mbi korrupsionin, mbi standardet demokratike, që në një farë mënyre e fusin në një marrëdhënie sinergjie me rrjedhën politike shoqërinë. Edhe duket që këto procese e kanë spostuar elektoratin më shumë afër opozitës, duke e kaluar të një avantazh politik. Kjo është gjithmonë çështje perceptimi. Dhe opozita ka disa muaj që ka ndërtuar një diskurs moralist. Pra, po tenton të shndërrohet një kartë morale përballë korrupsionit, keqeverisjes, sundimit, arbitraritetit, formave të tjera të qeverisjes. Në këtë kontekst, gjithë këto faktorë opozitar besoj duhet jenë të interesuar spari të mundin e Edi Ramën. Unë e kuptoj që në politik nuk hyhet vetëm për idealizëm, ata në pragmatist duan postet e veta për militantët e tjerë. Në këtë kontekst, ata duhet ta kenë të vullnet përbashkë për të nënshkruar një marrëveshje bashkëqeverisje, ndoshta si Basha, si Kryemalli, si Shpëtimi Drizi, si Nard Noka, si Fatmir Mediu, gjithë eksponentët që përbërën opozitën.
sepse në këtë mënyrë do të jepni një garanci morale më shumë për elektoratin i cili pret dhe sheh se çfarë po bën opozita. Se të jemi të ndershëm, kjo frym për momentin është rritur më shumë për faj të keqeverisjes se sa opozita ka disa merita. Ka merita sepse ka denoncuar etj, por nuk mjafton vetëm denoncimi. Ka disa merita, sidomos muajt e fundit në lidhje me ekonominë. Por ende nuk ka bërë disa lëvizje të cilat japin garanci për rregullat e brendshme, për demokracinë e brendshme. Cilat mund të ishin këto lëvizje? Këtë po them, domethënë disa lëvizje që krijojnë një frym hapje, që u japin përfaqësim shtresave dhe grupeve të ndryshme të shoqërisë që janë jashtë partive politike, që gjejnë njerëzit që negociojnë me këto shtresa dhe flasin gjuhën e tyre. Por mbi gjitha, duke përcaktuar rregullat e qarta se si mund të bëhet politik dhe se si mund të rikthehet mundësia sado relative meritokracisë në përfaqësimin politik tek partitë e opozitës. Edhe në këtë pikë mendoj që janë pak deficitar qoftë Partia Demokratike dhe ende më shumë LSI-ja. Kështu që duke filluar ndoshta me një karta manja, të firmosur nga kryemalli, nga Basha dhe nga tjerë që do të ishte karta e bashkëqeverisë së nesërme, do të ishte një hap për të rifilluar të bërë dhe këto procese që janë të nevojshme më shumë se sa për militantët, për pjesën gri, e cila është e madhe, rritet çdo ditë nga mosbesimi dhe pa të nuk mundet dot e Tirana. Kur flasim për Green, janë duke lindur disa opozita të reja, mini opozita ose themi grupime që paraqiten si opozitare megjithëse dyshohen si në xhepin e qeverisë. Dhe këtu kam fjalën për nismën Thurje, stili si është bashkuar dhe zonja Hajdarja, Strit Patozi me bindjen demokratike, Müslüm Urizi me një parti të re që ka gjithashtu fjalën demokratike në titull dhe në emër. A kanë shanse këto parti ose partiza që ta marrin Green, apo është opozita e vërtet zyrtare që e meriton dhe ka shanse të marrë Green? Mendoj që nuk kanë shanse, nuk është gjë e keqe që lindin parti të reja, është gjë e mirë. Ndoshta duhet kishin lindur më herët dhe të ishin tepruar në betejë opozitare, antiqeveritare. Fatkeqësisht një pjesë e këtyre që ju përmendët kanë bërë betejë anti-opozitare gjatë tyre viteve. Po, viteve mund të themi, se tash po bën në vitin e dytë nga braktisja e parlamentit nga opozita. Janë shfaqur, ashtu siç ju e thatë në mënyrë metaforike, në xhepin e qeverisë shumë prej eksponentëve të tyre. Kanë kontribuar që me votimet e fundit me ndryshimet parlamentare për të shërbyer in extremis Edi Ramës, me qëllim që të goditet sa më shumë, të ushtrohet sa më shumë diversion ndaj opozitës. Do të kishin kuptim dhe këto parti dhe partiza në qoftë se do i bashkoheshin frontit madh opozitar koalicionit, nëse ka një gjuhë përbashkët. Do të mendoj që pesha e tyre duke gjykuar nga veprimet politike dhe nga gjuha që kanë përdorur në këtë periudhë kohe është minimale. Disa personazhe që kompozojnë këtë opozitë janë burlesk në opinionin tim. Mbahen gjallë shumë prej tyre nga mediat pranë qeverisë. Do të thënë u jepet zë. Është drejtë e atyre që ata të kërkojnë zë, është pluralizëm dhe demokraci, por kjo është optika ime. Dhe gjithsa është pak a shumë në logjikën e diversionit, i cili është aleati kryesor, ndoshta i kryeministrit pas 8 viteve, le të themi, në optikën time keqeverisjeve dhe dështimeve spektakolare, e vetmja ofertë që ai ka sot është diversioni. Dhe gjithë këta njerëz po shërbejnë për të bërë diversion.
ndaj opozitës, cila është pretendentja kryesore për pushtet. Por ke qarje më të madhe ndoshta në këndvështrimin e një individi që e mban veten djathtas, për këtë s'kam komplekse ta them, është ajo pjesë individesh që dikur janë larguar me të padrejtë nga Partia Demokratike. Edhe nuk janë larguar rastësisht, ka një largim i motivuar për shëzimin e brendshëm të Partisë Demokratike. Me keni fjalën për Jozefinën Topallin? Po, për Jozefinën dhe për tjerë, mendoj që ka qenë i padrejtë, largimi dhe mënyra se si u larguan. Edhe Basha gjatë kësaj kohe ka bërë disa tentativa, ka kërkuar falje, ka tentuar ta shtrij dorën e bashkëpunimit, nuk e di sa gjatë. Falje nuk ka kërkuar për të qenë... Jo, ka kërkuar falje disa herë, po të hysh kërkosh dhe ka kërkuar falje generaliste, jo emër për emër, do të thënë për listën e 2017-s, pra ka një tendencë reflektimi. Edhe nëse do ta bëjmë bisedën pak më konkrete, këto personazhe mund ta urrejnë Bashën për vdekje. Mund ta mbajnë të ndezur i natin permanent, por për arsye pragmatizmi politik. Duke parë dhe momentin, mendoj që reputacionin e tyre në raport me qytetarët që dikur i kanë votuar dhe ju kanë dhënë mundësinë që ata të shfaqen si leadership në Partinë Demokratike, nuk më duket e denjë që sot, në prag të betejës, të sulmohet kryetari i Partisë Demokratike, Basha, ose Partia Demokratike, jo drejt për drejt, por në momentin që ti sulmon kryetarin, dhe thu që kjo opozit nuk është e denjë për të ardhur në pushtet, maftuaj ti me asnjë anësi. Edhe nuk është hera e parë për të qenë sërish të ndershëm, është një gjë që është bërë edhe në 2017-ën. Para dhe pak në atëherë mund justifikimi ishte zemrimi ishte i nxehtë. Ishte i nxehtë zemrimi, mënyra se si ata u larguan shkaktoi befasi të kushdo, brenda Partisë Demokratike dhe tek ne që jemi jashtë Partisë Demokratike, që gjykojmë, gati në kufit e habis, sepse shumë prej tyre e pan veten në titra, televizion, pas një kontributit gjatë mira po të keq që kishin atë partia, ata duheshin begenisur ndryshe. Pse nuk e pranoi Jozefina Topalli u kandidua nga strukturat dhe nuk e pranoi kandidimin? Nuk ka këtu një, po themi një paradoks, një gjë që shkon? Unë bie gjithmonë përpiqem të jem koherent me ato që kam thënë dikur o ato që them tani. Unë gjithmonë kam besuar që Jozefina Topalli është një aset i Partisë Demokratike, është një investim i Partisë Demokratike në vite, është një grua sharmante, katolike, le të themi si përfaqësuese një zone, e përsekutuar. Ka qenë kryetare e parlamentit për 8 vjet, 8 të tjera nën kryetare e parlamentit. Pra ishte një figurë, le të themi, ikonike në atë parti. A do duhej që Jozefina ta pranonte, unë mendoj që do ta pranonte, do të thënë, logjikën e këtij procesi. Për çfarë arsye? A mos dyshon se ishte lojë dhe nuk do kandidojë në finale, sepse etapat janë disa, a mos ka menduar këtë? Shiko, unë kam ndjekur pak gjuhën që ka përdorur Partia Demokratike në raport me Jozefinën, kam ndjekur ligjërimin e sekretarit përgjithshëm Shkodër, që është numri 2 i partisë, i cili foli me nota të kujdesshme, do ta quaj entuziazëm, por një farë kënaqësie që po ndodhte kjo. Ka patur një heshtje Lulzim Bashës, sepse përvoja duket edhe Bashën e ka mësuar gjatë 4 vite në raport me Topallin që duhet jeti kujdesshëm para sepse ajo mund të dalë në mënyrë tempestive dhe ta përgënjeshtrojë ose ta sulmojë. Unë mendoj që qoftë për pragmatizëm, Jozefina Topalli duhet ta pranonte këtë proces. Edhe t'ja linte ke dera Lulzim Bashës në fund. Sepse në qoftë se ajo propozohej nga strukturat, dhe to strukturat që e propozojnë, të demokratë që e propozojnë, duhen të vinë në pushtet, apo jo? Ata e dinë që kandidati për kryeminist është Lulzim Basha. Ata, kur propozojnë Jozefinën, nuk kërkojnë që të vijë Jozefina dhe t'ik Basha. Ata duhen që t'jenë të dy, thjesht ata duhen që të mundet të Rama.
Dhe nëse Basha pasaj nuk do ta kandidonte, mendoj që do të gjindej përsëri Basha në vështirësi, më shumë se sa zonja Topalli. Tani me sjelljen që ajo pati kohët e fundit, me një rincrescimento, me një rritje të sulmeve ndaj Bashës, mendoj që ja ka lehtësuar pozicionin Bashës. Pra, Basha është justifikuar mos ta kandidoj një kuptim. Ajo çështja formularit, me sa kam lexuar, domethënë ishte një skup më shumë gazetares, sepse ajo ka qenë deputete dhe ato që kishin qenë 10 vite fundit kishin arsye të plotësonin ndonjë formular, lexova në media. Nuk e di se sa e vërtetë është. Edhe përsëri them që zonja Topalli duhet të shkonte deri në fund, qoftë duke qenë një kundërshtare e Bashës. Le të ishte aty. Për të thënë të veten, qoftë nëse Basha humbet, që ajo mund të ishte përsëri një kandidate potenciale për lidershipin e Partisë Demokratike, qoftë nëse Basha fiton, ajo përsëri mund të ishte një zë oponent brenda kësaj partie. Por logjika do që ajo do ta bëjë një përpjekje që kjo parti do apo se do Bashën, do ta bëjë një përpjekje që kjo parti të fitojë, që Basha të bëhet kryeministër. Do të thënë në pragmatizmin e përgjithshëm politik. Kështu që ne gjykojnë në instancë fundit duhet ta kishte lënë në rrjedhë të lirë me qetësi dhe me heshtje të priste vendimin dhe mendoj që do të kishte vënë në vështirësi dhe në një siklet të mjaftueshëm lidershipin e Partisë Demokratike. Tani ja u ka lehtësuar punën. Kuptoj. Çfarë mendoni si për idenë që për disave quhetur edhe si ide hapje, por edhe për selektorët ose për zgjedhësit në procesin e Partisë Demokratike për selektimin e kandidatëve për deputet. Selektorët janë Mark Marku, Bujar Nishani, Gens Ruli. Shiko, unë 4 prej tyre i njoh nga afër. Vetëm që s'njoh nga afër është zoti Gens Ruli, i cili ka një profil publik të lartë që nga viti 1990, me drejthijet e veta, me sjelljen e vet politike, me simpati dhe antipati që tërheq mbi veten, ndërsa të tjerët i njoh më afër, ndoshta janë më subjektiv, por për shembull duhet të them që të paktën këto të katërt, po zonjën Enriketa që është kolege me mua tek filologjiku, nuk e njoh shumë, po e njoh, është një grua dinjitoze dhe një profesioniste e mirë. Në përgjithësi janë personalitete të forta. Dhe Basha është akuzuar që nuk bashkëton dot në personalitete të forta. Ai ka dhënë në këtë rast një shembull reflektimi. Dhe lëshimi do ta quaja të Përjashto këtu Berishën, që është personaliteti më i fortë ndër personalitetet. Berisha padyshim është përse më i fortë ndoshta ai politikës shqiptare si karakter. Ato çka qoftë kur ka patur dushtime, qoftë kur ka patur sukses, ai ka dëshmuar që është një karakter shumë i fortë, personalitet i fortë. Por duhet të them që njerëzit që janë zgjedhur për të bërë këtë proces, i cili për mua është një risi, por jo një risi e mjaftueshme, do ta shpjegoj pse. Qoftë individet si karakter dhe si sjellje politike janë njerëz me integritet dhe me grind. Sepse Besnik Mustafaj për shembull ka qenë ministër dhe mik i Sali Berishës dhe në kulmin e pushtetit dha dorëheqje nga gjitha, tha uldolla dhe e la në momentin kur njësia me Berishën u kthye. Ai dorëzoi postin e nuk u zvarrit. Dhe pastaj sjellja e tij ka qenë prezente para gjithë opinionit publik. Ka patur çësje kritike, por nuk është larguar kurrë nga Partia Demokratike, qoftë kur ka qenë kritik. Njëjtën sjellje ka patur edhe Mark Marku, i cili në 4 vite deputet, paktën 2 prej tyre ka qenë shumë luftarak në kritika në kohën e qeverisë Berisha. Presidenti Nishani për mua ka qenë një president i cili e ka ruajtur figurën e kreut të shtetit. Shumë e akuzojnë për një anësi, ai është vërtet që ka dalë nga Partia Demokratike dhe filacionet e tij me Berishën do të janë të njohura, por ka qenë një person korrekt, do ta quaja. Kështu që në këtë kontekst mendoj që ka qenë një gjetje e mirë. Procesi në vetë është një risi absolute, nuk ka ndodhur më parë në Shqipëri, sepse ato po marrin në sit mira kandidatura, diku 3500. Po marrin në sit madje edhe vetë kryesinë, e cila ka nevojë të merret, se ka një dozë saktuar. Janë ca emra aty që ti nuk i pëlqen fare, duke gjykuar edhe nga shkrimet. Ka një dozë mediokriteti edhe në kryesi dhe në Këshill Kombëtar, që në një farë mënyrë këta po
e turbullojnë pak fakti që Basha ka lënë një komision për gjykuar dhe këta më duket gjë e mirë, por që t'i kthehemi ides, pse nuk mjafton? Nuk mjafton kjo, sepse këta janë gjitha propozimet bazës Partisë Demokratike. Këta janë njerëz të gjithë me shije të djathta që shkojnë në spektrin e Partisë Demokratike. Ne tham pak më parë që është e pamjaftueshme. Duhet shkuar tek Gria. Duhet shkuar tek Gria dhe si shkon tek Gria, e cila është një fashë që po rritet. Moderuar. Duhet të moderuar me emra që kanë treguar qëndrime kritike, që kanë një fytyrë të njohur, por që kanë një CV të njohur, por që i pranon shoqëria, që nuk është e lehtë të gjesh, pra duhet një hapje. Por nuk është se njerëzit kanë ndonjë entuziazëm të shkojnë për parti dhe të turrën, se jo të gjithë shkojnë me lugën e brez. Intelektual të njohur të vendit për shkakun që ka disa emra potenciale që e ruajnë një dozë idealizmi. Nëse do të shkojnë në një parti politike, ata duhet të kenë disa garanci të cilat çfarë janë garanci, janë rregulla demokratike, të bashkëtesës, të bërit karrierë, të konkrecisë se si mund të realizojnë idetë të tyre nesër në qeverisje. Edhe ndoshta në këtë fazë, deri tani, unë shpresoj që opozita duhet të ndezë motorët në këtë drejtim nga ky shtator e deri në kohën që do të votohet, është pak deficitare. Nëse duam të bëhemi konkret, do doja, është pak e vështirë se gjë e lehtë, po do doja cilët janë 10 emra që Agron Gjekmarkaj do t'ja propozonte selektorëve Bashës ose PD për t'i patur për të tërhequr këtë pjesën gri. Nëse do të lihej ty kjo, do të ishe ti selektori jashtë partisë. Na propozo 10 vet. Po të ma kishe bërë këtë pyetje para se të vija në emision që të mendohesha pak se nuk është e lehtë, do të kisha ardhur me një listë subjektive time personale 10 personave. Unë jam i sigurt që ke disa emra në kokë. Ndërsa këtu për këtë mezure pak ngushtë, po janë disa emra si Ardan Fuga, Aurel Plasari, pse jo Fatos Lubonja, që janë njerëz që kanë bërë betejat e veta në këtë vend, duke ruajtur të paprekur qoftë integritetin intelektual, qoftë integritetin le të themi qytetar. Por ka dhe tjerë mendojnë në botën universitare, në botën akademike, por ka dhe tjerë që janë jashtë Shqipërisë, do të thënë që ndoshta do të dolin të ktheheshin, kontribonin të vend, por të kontribonin jo në mënyrë stakanoviste dhe komuniste, por në mënyrë kapitaliste. Kështu që Shqipëria mund të provoj 10, 15 dhe 20 emra, mund të provoj më shumë. Por që e lehtë të gjesh emra që e shkundin shoqërinë nuk është, por opozita duhet ta tentojë me patjetër këtë. Kë do hiqje nëse janë ca emra në atë grup parlamentar që ti nuk do doje t'i shihje më? Jo për sëmbime personale. Do dukesha shumë megaloman nëse unë do përjashtoja u do të hyja në emra, se nuk është detyra ime, unë nuk jam as i kam caktuar unë dhe as jam unë votues në mbështetës i tyre në kuptimin. Keni qenë shumë i pakënaqur me listën në 2017? Po, mendoj që ajo listë ka qenë një listë e dobët, problematike, ndoshta klienteliste vende. Unë do të thoja që nga ajo listë mund të shpëtoja 5-6 persona, jo më tepër. Atëherë nuk e mbaj mend sa kanë qenë atë grup që kanë fituar, por ku di unë, do shpëtoja unë nga ajo listë, se kjo është më e lehtë se sa ata që do hiqja. Po padyshim i pari është Sali Berisha, nuk e fshet respektin për të. Lulzim Basha po, që është lider i Partisë Demokratike. Gens Pollo, i cili ka një profil intelektual, është një person sapient i ditur. Zonja Jurita Tabaku. Asnjë prej trimeve. Nuk jeni gati të shpëtoni asnjë prej trimeve të ardhurve rishtas në listë, me sa duket. Se di, nuk jam mbaj me as emrat një pjesë kush janë realisht, domethënë nuk është se kanë krijuar një impakt tek që përmendet zotin Berisha. Zoti Ruli në një intervistë me nën tekst më shumë se me tekst la të kuptoj se ndoshta kishte ardhur koha që zoti Berisha ta varte armaturën
dhe të dilte po themi nga betejë, ndërkohë që zoti Berisha ju përgjigj që kjo nuk është për karrierën, është betejë. Edhe zoti Berisha me pak ironi ose jo dhe me aq pak ironi. Vazhdo të diskutohet kjo agron gjerësisht, është edhe në 2017 është bërë njëjta gjë. A është diversion edhe ky të majtët e preferojnë shumë këtë diversionin sa t'jetë Berisha, është Berisha, po ndërkohë zgjon edhe një parahati edhe tek ata që mbështesin të djathtën kjo temë. Pse ndodh kjo? Nuk po bëj pyetjen se a duhet të rri apo duhet të ikë zoti Berisha, sepse është arbitrare, po pse ndodh ky debati rreth emrit të tij? Po, para se ti përgjigjem kësaj të plotësoj, se ndërkohë që ti më pyesi po mendoja se u tregova shumë cingun nga emra që do shpëtoja, sepse vërtet po më dilte pak, po zoti Ali Bey për shembull, një figurë simpatike, zoti Bylyk Bashi, Albana Vokshi. Nuk është ajo që thash në fillim, mund të jenë 7-10 emra që unë në çdo rast do t'i rikandidoja apo të kisha fuqi ose do t'i mbaja. Shikoj nëse mundem të tregoj edhe pak cinik. Jeni duke shpëtuar, nga këta që shpëtuat, keni shpëtuar partinë e Berishës dhe jo partinë e Bashës. Shiko, nuk mendoj që në terma figurativ deri diku, po jo dash. Emrat që përmendën janë gjithë të erës epokës Sali Berishës. Lulzim Basha është epokës Sali Berishës. Ai ne duke thënë që nuk ka mundur Basha të mpiks partinë e vet, megjithëse u quhet lista Basha në besoj 2017. edhe njerëzit që kanë marrë, qoftë ata që përmendon, qoftë të tjerë, ai nga Partia Demokratike kanë marrë, aty kanë qenë. Nuk mendoj që i kanë nxjerrë nga xhepat e vet personal, do të thënë sepse pavarësisht se mund të ketë qenë skalionet pa njohura, ato kanë qenë njerëz që kanë milituar në Partinë Demokratike, sepse Partia Demokratike është udhëhequr shumë vite, për 23 vjet nga Sali Berisha. Por duke u kthyer tek pyetja e fundit që ju bëhet në raport me diatribën e re që ka shpërthyer pas pohimeve të Rulit. Unë në shihet e mia jam reaksionar, do të them dhe relativisht konservator. Po jo reaksionar në sensin që jemi mësuar të edukohemi në Shqipëri, kam një perceptim tjetër. Unë mendoj që Sali Berisha rrin politik sepse e mban elektorati, e mban mbështetja. Nëse ai do ta kishte atë mbështetje, nuk do mbijetonte në politikë. Nuk do mbijeton 30 vjet. Sado që rreth tij ka simpati dhe antipati ekstreme. Por nëse nuk do kishte spirancën e lidhur fort diku tek mbështetja që ai ka, ai do të mbyllej në shtëpinë e tij, nuk do kishte aksesin publik. Kjo e Rulit pastaj është ndoshta një objeksion, ndoshta edhe dashamirës, por nuk më duket se është Ruli personi që mund t'ja jap të këshill Sali Berishës për një arsye, se në 23 vite që Sali Berisha ka udhëhequr Partinë Demokratike, do të thënë po ta vesh re, Rulin e ka patur në krah vetëm 10 vite kur si ministër në pushtet dhe ka pasur përballë gati si kundërshtar gjatë gjithë kohës që ka qenë në opozitë. Kështu që në këtë kontekst, sa do dashamirës më duket këshilla e pa vend. Edhe nuk mendoj që e dëmton Lulzim Bashën, që është e pa diskutueshme, pak në optikën time tashmë që Basha është shefi i Partisë Demokratike, është lideri i Partisë Demokratike që merr mbi vete edhe suksesin dhe dështimin. Dhe Sali Berisha thotë që unë e kam mbyllur, do të thënë karrierën time. Edhe nuk mendoj që e dëmton imazhin e partisë apo të parlamentit shqiptar të qenit e Sali Berishës në parlament, do të thënë, sepse aty është edhe zoti Kujtim Gjuzi, është edhe zotrinët e tjerë që ne se u dim emrat, megjithëse shfaqen në flasje. Ata janë shumë si aksidente, megjithatë. Po ata të tjerë që nuk janë aksidente, por që janë logjik, shumë të tjerë aty për nga mënyra se si bëjnë politikë, si flasin, si artikulojnë, si nivel intelektual, si eksperiencë historike, si qasje. Mendoj që ai e ka një vend, edhe i takon atij ta vendos, sepse në Partinë Demokratike nuk mendoj që e ka dikush objeksion, mendoj unë,
Spaku, nuk e di sa i drejt jam, nuk mendoj që e ka dikush objeksion që t'ja ndërpres karrierën ose Sali Berishës. Do të thënë, ai është një vendim që i takon atij, ne duhet ta marr ai kur ta ndjej. Por që një kategori e caktuar demokratësh u mungon prezenca e tij, do të thënë, qoftë mediatike nëse ai nuk shfaqet, qoftë në parlament. Siç jam i bindur që mërzit disa të tjerë që janë kundërshtar të tij historik prej dekadash. Kemi folur për aq minuta sa kemi folur dhe duket se jemi përqendruar te zhvillimet e opozitës, se kemi zënë fare ngoj qeverinë. A është kjo mirë? A tregon biseda jonë se ne ndoshta jemi duke folur për të ardhmen, për qeverinë e së ardhmes dhe duke harruar atë që na qeveris tashmë prej 7 vjetësh e ca, apo duket se edhe unë ti po bëjmë pak diversion duke folur për problemet e opozitës dhe jo për mira ose shumë problemet e qeverisë? Jo, mendoj që qoftë me subkonsh, qoftë me inkonsh, ne po flasim për të ardhmen në një farë mënyrë, sepse ne mendojmë që opozita do jetë fituese, ose s'pak unë mendoj që opozita do jetë fituese, përjashto, nëse ajo zbie pre diversioneve që i bëhen, ose pre ambicieve të shfrenuar të luftës së brendshme për të shpërndar pushtet pa marrë pushtet. Sepse ajo do të ishte katastrofale, do të ishte dëmtuese për imazhin e saj. Në qoftë se kthehemi te qeveria, unë kam bindje që nëse bën zgjedhje të lira dhe të ndershme në këtë vend, kudo që ti numëroj votat, edhe me sekretarin e përgjithshëm të tij, edhe me ministrin e policisë, me këtë do t'i numëroj tek shtëpia e tij, Sulejman Rama duhet i humbas këtë zgjedhje me logjik. Duhet i humbas jo sepse dua unë, por duhet i humbas në mënyrën si ka qeverisur, dhe si e ka trajtuar ekonominë, sepse ka 8 vjet që në Shqipëri nuk rrit asnjë lloj rroge, asnjë lloj pensioni, për mënyrën se si menaxhohet paraja publike, me të famshmet e të stërpërfolurat koncesioneve PPP, duhet parë se si e ka shndruar paranë publike si një lloj joshje për një grup të caktuar njerëzish, do të thënë të cilët janë dhe emra konkret përveçshëm që rrinë në parallomën e pushtetit, edhe si lidhje nepotike dhe piramidale, do të thënë që jepen me pak a shumë me urdhër kudo në Shqipëri, do të thënë qoftë në qytetet vogla, qoftë qytetet të mëdha, qoftë në Tiranë. Duhet gjykuar për kapjen totale, le të themi, të shtetit, sepse sado që mund këtë bërë gabime opozita, ai tregoi mungesë fleksibilitetit dhe ishte i gatshëm të merrte çdo hapësirë bosh, siç e veproi me 30 qershor me zgjedhjet e 30 qershorit, por ende më tepër me sistemin e drejtësisë, me gjykatën kushtetuese dhe me tendencën që ai ka shfaqur në raport me mediat, duke patur si trofe të kësaj logjike ligjin për shpifjen, të cilin megjithëse ja konteston Venecia në mënyrë permanente, ai tenton dhe ritenton ta kthejë dhe ta votojë. Pra, niveli ekonomik, niveli demokracisë, perceptimi mbi korrupsionin, mos mbajtja totale e premtimeve kryesore që ai ka bërë në 2 fushata në 2013, ndoshta të kujtohet autostrada Azzurra që do lidhte Shkodrën me Vlorën, 300.000 vendet e punës që atëherë, plot premtime që bëri kur kërkoi tepsin edhe timonin, unë nuk gjej motiv që t'i jap një notë pozitive kaluese kësaj qeverie. Mendoj që për çdo aksident që mund ndodh që kjo qeveri të marrë një mandat të tretë, do të ishte një ditë shumë e zymt, unë shpresoj që nuk do ndodh, edhe mbi gjitha opozita duhet të tregohet vigjilente për të gjetur një skemë për të frenuar çdo mundësi manipulimit procesit zgjedhjeve. Dhe nëse nuk ja del, për mua do të ishte shumë e zymt, nuk jam në gjendje të parashoh sot cilët do të jenë skenarët mbi të cilët do funksionojë demokracia, shoqëria dhe shteti shqiptar në 4 vitet e ardhshme. Një zhvillim të ndryshuar zhvillimet është
janë lajmet që qarkullojnë për një riformatim të mundshëm të qeverisë dhe duket se ministri i brendshëm, ndaj cilit ju keni qenë shumë kritik me shkrime dhe me analiza televizive, e ka pranuar dhe vetë që do t'ik nga qeveria, ndërkohë që ka rënë edhe nga mundësia për të qenë koordinatori ose kreu i përballjes ose i listës së Lezhës. Nëse do ta përmbledhnit me pak fjalë të gjitha ato që keni thënë ose ato që doni të thoni, kush është Sander Leshaj në këto vite si ministër, sidomos përballë Sander Leshajt general e tjerë? Shiko, zotrin fjalën është vërtet që e kam stigmatizuar jo pak herë gjatë kësaj periudhe, gjithmonë në pozicionin e ministrit, siç e kam mbështetur. Jo pak kënaqësi kur u propozua si emër në fillimet e veta, pa çka se le të themi, do të thënë, unë nuk shoh në kuptimin, nuk jam një proqeveritar. Për sa i përket personit fjalë në kohën kur e kam njohur unë, që ka qenë general, ka qenë një mik i mirë, edhe një person simpatik, por duket se pushteti pastaj e futi në presionin e vet, në kurrën e vet dhe pësoj transformime, të cilat në optikën time ishin të denjë për kritika dhe për qëndrime publike. Unë vazhdoj të besoj, duke u qëndruar gjitha kritikave që kam bërë për personin në fjalë, që ai është përdorur nga Edi Rama, është përdorur si geg kundër gegëve në shkuptim, duke ditur që viti ishte i vështirë, duke në horizont që po fryhej stuhia politike. Dhe Edi Rama di mirë që në shtetësit me fervent, me të zjarrt të kësaj opozite në shumicë janë, ndoshta ata me luftarakët janë nga veriu. E përdori Sander Leshajn dhe ai ndjeu një kënaqësi në këtë përdorje. Dhe mendoj që marrëdhënia është e përjetshme me Edi Ramën dhe po i tillë dhe pushteti. Dhe nuk e kuptoj që unë nuk e di se sa do jetë marrëdhënia time te, por në çdo rast nuk është e përjetshme, është e përkohshme, siç është dhe pushteti i përkohshëm, që ai e kishte kuptuar më në fund sot kur deklaroi që nuk ka pushtet të përjetshëm. Edhe në pak kohë ai ja doli të bëhej një person i urryer për popullin opozitar, shfaqi shumë zell në përdorimin e gazit dhe mbi gjitha në gjuhën e drunjt dhe të thatë, duke u shprehur atëherë kur nuk ishte nevoja, sepse një ministër i brendshëm duhet sillet pak a shumë si president të Republike, jo tek ne se ne për presidentat bëjmë politikë, por në një vend perëndimor që garanton paqen, qetësinë, sigurinë, rregullat e të gjithëve për demonstruar, pra liritë dhe garancitë demokratike. Zoti Leshaj nuk më duket se përmbushi këtë mision, edhe duke qenë i parrejnë Partisë Socialiste, i pa mbështetje, pasi e kreu këtë punë, ekziston mundësia, por le të shohim që Rama ta zëvendësoj dhe ta hell një tjetër. Por duke besuar tek personi që unë kam njohur para 2 vitesh, para se të merrte të detyrë ose para disa vitesh kur isha në ushtarak, dua unë pa e vendorën në zjarr, nuk e di cila është evolimi i njeriu në pushtet, duhet besoj që spaku në raport me korrupsionin të ketë qenë dhe të ketë mbetur ai njeriu i ndershëm, dhe deri diku besoj që ndoshta nuk është përfshirë në le të themi në futjen e dorës në tepsinë e madhe të rilindjes pushtetit. Unë dua ta mbyll me këtë mesazh të Krishter, prit Krishteri Agron. Faleminderit. Faleminderit ju.